Shikuesra News ju përshëndes ju ftohet miq në parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Pjesa më e madhe e Europës do dominohet nga moti i kthjellë dhe temperaturat të larta, ndërsa ishujt britanik, zona e Alpeve dhe pjesa e Europës lindore do të kenë vranësira, reshe dhe era të forta. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, moti do të jetë i kthjellët dhe i nxehtë deri në mesditë, ndërsa pasdite priten vranësira, kryesisht në zonat lindore. Temperaturat do të luhaten nga 12 deri në 36 gradë Celsius, erëfën me një shpejtësi 30 km/orë dhe dallgëzimi në brigjet dëtare do të jetë i ulët. Shohim tani kushtet e motit për sa i përket rënd Europës për ditën e nesërme. Pjesa e Europës jugore dhe pjesa Europës qendrore do të kenë mot të qëndrueshëm dhe temperatura të larta, ndërsa pjesa e Europës lindore, brigjet e detit të zi dhe Britania e Madhe do përfshin nga reshe shiu dhe stuhi. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, paraditja do të jetë me diell, ndërsa pasdite do të priten vranësira kryesisht në zonat verilandore, ku mund të ketë rebeshe të izoluara shiu, ndërsa temperaturat do të variojnë nga 13 deri në 37 gradë Celsius, erëfrymë me një shpejtësi 40 km/orë dhe dallgëzimi në brigjet dëtare do të arrijë 2 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Falenderoj për vëmendjen, në bashkë, mirupafshim.